Ke mujt me prit tipin e njëri, komunat e konfirmimi Prishtinës, se kthimi Prishtinës. Normalisht. Dhe është një farë suksesi që ju është atribu një farë që aty avë, një 50.000 vota, por çka buni, tash teoria e tij një farë suksesi. Teoria e tij ka qenë të nxis koalicionin VV-PDK, sepse kjo është mënyra më e mirë që partia janë të ngritet, sepse koalicioni potencial PDK-VV potencialisht do të ishte përfitues për LDK-n duke qenë kjo në opozicion, sepse së pari ajo qeveri do të ishte në kuptimin legjitim, ndoshta ju, po në kuptimin praktik nuk do të ishte e mirë për interesat e Kosovës, do të kishte dështime etj, dhe kjo do t'i atribuoj si sukses në të ardhmen LDK-s. Po, Albin Kurti është super strateg. Ai e din që Po që po thotë superstar me nuk. ai e ka Super ditë strateg. Rockstar. Po, ai e ka ditë që menon Lumir Abdizgjiku. Ai e ka ditë që Lumir Abdizgjiku ka interes që mu bu me PDK-n për mu forcu Lumir Abdizgjiku. Për që taj se ka bu hapin mu bu me PDK-n. Edhe nuk ja ka marrë menja zonët Abdizgjiku që vjen në një moment ku Aktualisht duke u analizu në nënvedijen aktualisht të atyre. Po logjike thjeshtë. Po se dia është logjike thjeshtë, por nënvedijen. Pajtohemi të gjithë. Ama a është në të mirë të LDK-s në këtë situatë që është? Triu në opozit? Jo, në këtë situatë që është, me këto vota që i ka. Po. Besoj edhe na ndihmon regjia që t'i sjellin votat tua, kujtojmë shikuesve të njerëzit nëse pyesin sa vota i ka, sa %, mbrapa mund ta ketë. A është më në interes të Lidhjes Demokratike të Kosovës të drejtohet ka pushteti ose vetëvendosje, ose eventualisht ta bëj këtë frontin e përbashkët opozitar me Partinë Demokratike, me aleancën dhe me grupin tjetër, shembull shoqëri civile eventualisht ose tjetër. Ai patëm krejt pritjet që në fund vitit vinë 500.000 njerëz pi diasporës dhe kjo do të jetë vendimtare për me bu 51% vetëvendosja? Kështu të gjithë i patëm pritjet? 500.000? Po kështu ishin pritjet, sipas Kushtimi jo se ka qenë neutral. Sipas donave doganave, kështu ishin pritjet. Si do qoftë, duhet që nuk ke vendimtare mërgata. Ke rrjedhja votës LDK-s. Pse ka rrjedh vota LDK-s? Pas ka aty njerëz LDK-s që ju pas ka pëlqyer koalicioni potencial me vetëvendosjen. Kjo po thua është arsyeja? Po arsyeja që kjo është. Ama jo. Do me thonë, në këtë rafsh, Nëse hyn LDK-ja